Pavarësisht ftesës për bordin e paqes, Edi Rama duket se nuk përfillet shumë nga amerikanët. Sado kreu i qeverisë shqiptare ka tentuar për një viti të serviloset administratës Trump. Sa me Richard Grenell, aq edhe me Kushner, sërish nuk ja ka dalë. Trump ka mbi një vit në krye të shtëpisë së bardhë dhe Rama nuk ka bërë asnjë vizitë zyrtare në Dasht, teksa edhe në Tiranë është injoruar shpesh nga amerikanët. Në nëntor erdhi në Tiranë zëvendës ndihmës sekretari i shtetit në SBA, Mark Fleming. Ai zhvilloi shumë takime, por Ramën e injoroi. Ditët e fundit ishte në Tiranë drejtori i zyrës për Europën dhe Azinë i Byrosë së çështjeve ndërkombëtare të narkotikëve dhe zbatimit të ligjit të Departamentit të Shtetit, Mark Tervakovski. Ai takoi presidentin, krerët e SPAK, BKH-s dhe shumë të tjerë, por jo Ramën. Mirë po, një tjetër goditje e madhe i ka ardhur Edi Ramës. Ambasada amerikane në Prishtinë ka uruar krijimin e qeverisë së re të Kosovës, edhe pse ka pasur shumë përplasje me Kurtin dhe madje është kërcënuar disa herë me sanksione. SBA sërish i ka shtrirë Kurtit dorën e bashkëpunimit. Ambasada amerikane mirëpret formimin e kuvendit dhe qeverisë Kosovës. Ne mezi presim të punojmë me qeverinë e re për të çuar përpara prioritetet e përbashkëta, duke përfshirë paqen rajonale, stabilitetin dhe prosperitetin e ndërsjellët ekonomik. Por kjo deklarat bie ndesh me atë të ambasadës amerikane në Tiranë, të bërë pas zgjedhjeve të 11 majit. Përveç se erdhi 2 javë me vonesë, ambasada në reagimin e saj nuk bëri asnjë urim për fituesin. Urojmë popullin e Shqipërisë për zgjedhjet parlamentare dhe presim të vazhdojmë partneritetin ton të ngushtë me Shqipërinë. Ndërkohë, kur u formua qeveria e re, nuk pati asnjë lloj reagimi, ndryshe nga sa ka ndodhur me Kosovën. Pra Ramos i rroft bordi i paqes, pasi duket qartë se amerikanët nuk e përfillin shumë. Edhe pas bordit të paqes me shumë gjas, fshihen interesa të tjera dhe nuk është çudi që Shqipëria të mbushet me palestinezë.